kushtetuese që lidhen me votimin drejt për drejt nga populli. Kjo është zgjidhje përfundimtare. Ndoshta bën edhe ajo. Jo, po unë mendoj që kjo është zgjidhje përfundimtare. Veç aty fitan aty duhet edhe kompetencët e presidentit pastaj mi ndryshu. Po, kompetencët e presidentit, po është votimi dy fish që se merr një farë fuqie ekzekutive presidenti ka aty më shumë të lasha. Jo, nuk do të thonë te kompetencat sepse kompetencën mendoj që ka mjaft presidentit aktualisht. Ka mjaft, po. Na po flasim vetëm për mënyrën e zgjedhjes së presidentit. Kur zgjedhet drejt për drejt tani. Jo, pse po do me lidh pse duhet drejt për drejt, jo shumë pajtohem absolutisht ato që thamë në fillim. Asnjë lloj kuptimi s'ka pse presidenti po duhet me qenë apërtiak. Asnjë kuptimi s'ka pse presidenti s'po duhet me qenë politikan. Unë mendoj të kundërtën. Pikërisht fuqia politike që i jepet, shkuarja në vota ose matja e atij personi në proces zgjedhor, në elektorat, e bën figurë të rëndësishme të fuqishme politike dhe kur është president. Ne kishim Vjosa Osmanin, ka qenë më votuar 2001 kur ka qenë president. Një sekond, vish ta shpjegoj. Pse është më rëndësi me qenë politikan? Pse është më rëndësi? Jo, dëgjoj. Po flas para zgjedhjes se këtu ka vënë si kriter të negocimit ta gjejmë një dikur që sukon është bot ta shpjegoj krenar. Po vesh ta sqaroj, se jetu ka. Unë të sqaroj se do të sqaroj ti. Po kur ka bëj vazhdoj atë më sonë. Unë të thon diçka tjetër. Jo të thon që unë pajtohem me idenë që presidenti nuk është domosdoshme me qenë shoqëri civile, me qenë kompozitor, artist, pra këto kritere që nuk shkruan kërkuas në ligjin e kushtetutë, që i bëjnë vetë partitë politike, për shkak të notave me zgjedh dikon se s'mund të marr vesh. Edhe ti faktikisht ti e bjen që e ke rastin e ti Begat në Shqipëri, presidenti aktual, megjithëse me kompetencat e është më pak. Presidenti, por ai duket kryesisht një figurë jo ceremoniale, po s'po dish më e shujt administrative. Pra presidenti ka nevojë për një fuqi politike. Ajo është socialist fidan. Apo po s'ka fuqi